nëse mund të marrim një nga rastet konkrete, Italia, presidentja Meloni ka përmendur që kushtetuta e vendit nuk lejon pjesëmarrjen në një bord të tillë. Për këtë arsye nuk mund t'i përgjigjet pozitivisht. Pra, në raste të tilla nuk ka një ndikim drejt për drejt. Vendet tjera kanë ambiguitet, pra në varësi të formateve, në varësi të kuadrit kushtetues të tyre në lidhje me pjesëmarrjen. Nëse do të ketë refuzime me motiv politik, atëherë do të duhet të parë nëse kjo prek apo jo Shqipërinë. Gjithsesi mendoj që kryesisht ftesat, duke qenë se janë individuale, nuk besoj se mund të prekin në një mënyrë të drejtë për drejtë procesin e anëtarësimit në Bashkimin Evropian. Më pas nëse bëhet fjalë për problematika të tjera, siç është ajo e Groenlandës, përplasja që ka midis vendeve të Bashkimit Evropian dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës, ai është një diskutim tjetër dhe sigurisht që aty më pas është dhe më vështirë, do duhet kesh vendi janë një qëndrim.